Nana jonë që ki e vladin smut, ka nis me halit, ka nis me deviju ka pak, o baba jonë që ki kësi problemesh që fëmija nuk të ngan, është smut, ka të lashe, ka nis, për njohën problemet. Me ty jam të folësët. Keni për një imam që atje që është i knushëm, thënë popull, i lezushëm, i ditën, doket muslimani mirë. Keni për një imam që atje. Une po mënona sot me të thonë diçka, që ai imami që atje, edhe që ai imami që atje, kanë mundësi me kanë qindra herë ma të dishëm se ti, ma të lezushëm se ti, ma të kuptushëm se ti, o baba jonë edhe nana jonë, ata imamat kanë mundësi me kanë shumë ma të veçantë se sa ti në kuptumit të fesë, në të lezum, këtë në regull, une po mënona me të thonë sot ty diçka. Ti ki diçka që mi bashku imamet e dënjas nuk mujnë me bo bashkë shakite. A ti në shakite ojë nana jonë. Ti e ki një zemër që imamet e dënjas mi bo bashkë, mu lutë për e vladën tanë, nuk mujnë me bo tub një doa që shëban zemra jote. Ngo që vladën tanë. Imamet e dënjas mi mledhë, bashkë me një venë, mi ju thonë lutë nuk për e vladën tanë, betonan Allahun e madhreshëm që nuk mujnë me nëresh një doa që shë nëresh zemra jote, në qofë se i muslimane. Zemra jote, kur lutet për e vladën e vetë, ja u ka përcen imama e dënjas. Kështu që nuk ki nevoj, e ki zemrën tane. Zemra e babes edhe nanës, në veçanti zemra e nanës, kur lutet për e vladën, është zemrë që me më thane e këshën ru me dukat, vallahi, e huja me kanë kjo zemër, me më thane e këshën ru me dukat, kësha thonë, jo, po du me pa që zemër që ashtu, nëse ka mundësi me pa. E huja është e zemër, e një nanës në fund dënjas atje, a këshe pas qef që zemër, me nru me dukat, e që këtë dukat ka me kanë jo, të kësha thonë, jo, që zemër, po kam qef me pa që ashtu, të pashtë, kur të lutet për e vladin e vetë. Kështu që, Allah ta letësof sprovën, e të një moftë. Po mos mashtron shejtani me majtë më të aj, ta ka dhonë Allahu Azza në zemër. Allahu dënë ta shprejtej që kjo zemër, e lutë Allahun Azza për problemin që e ka. Kështu që merë vudu, merë avdes qysh din ti. Edhe falu bashkë qysh din ti. Qysh t'ki shef. Nëse kur gjaz din, qënë kam thuj, kul hu Allahu ahad. Së të kujtohet i dyti, thuj edhe njëherë, kul hu Allahu ahad. Së të kujtohet ajeti dytë, thuj edhe njëherë, kul hu Allahu ahad. Thuj sa dënë zemra jote me thanë, 10 herë, 20 herë, se s'po din tjetër ti veç ata. Thuj edhe bërë në sejde, edhe thuje doan qyshe kin zemër. Ndash Shqip, ndash bosnjakisht, ndash gjuha e nanës është gjuha e nanës, ndash anglisht, ndash gjermanisht, qyshe kin zemër që ashtu thuje. Nuk është tema tash arabisht ajo, qyshe kin zemër thuje. Qyshe kin zemër thuje që të doan, edhe pritë suksesin prej Allahut Azza wa Jall. Që natën, një tretën e fundit natës, që luto, është koha për doa. E mos shpreso shumë të aj hoxha, por shkak se fakt, kanë mundësi më bo se be për hajrë, ama mos e nënçmo zemrën tane që e ki ti. Luto me zemrën tane. E lusëm Allahun Azza wa Jall që krejt nanave mi a letësu Allahu Azza wa Jall sprovat. E lusëm Allahun Azza wa Jall që krejt babave mi a letësu Allahu Azza wa Jall të lashet sprovat. E lusëm Allahun Azza wa Jall me rujt e vlad ton. E lusëm Allahun Azza wa Jall me shëru smutit ton. E lusëm Allahun Azza wa Jall me uzu devijumit ton. E lusëm Allahun Azza wa Jall me rujt të zumit ton, e devijumit ton. E lusëm Allahun Azza wa Jall për gjatë mirë.